marrja e abdestit më shumë se 3 herë, a është e vlefshme, për shembull larja duarve dhe këmbëve. Pra ky pyetësi i la duart edhe këmbët më shumë se 3 herë. Tash ky abdes që ka kalu sunetin, suneti është më shumë ti 3 herë, jo 4 edhe 5. A pranohet apo është i pa vlefshëm, duhet edhe një herë prej fillimit me marr. Themi abdesi është i pranuar, por e ke kundërshtu sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, që nënkupton se nuk e ke sevapin ekstra të atij 3 herëshit. Dhe me marrë një herë është farz, 2 herë sunet, 3 herë edhe mas sunet, edhe sevapi është më i madh. Nëse ke kalu 4 herë, sevapin e sunetit nuk e merr, por obligimin e ke kryer edhe me atë abdes mundesh më fal. Nëse fillon me bë tradit edhe gjithmonë me marrë abdes ka 4 herë, atëherë mund të më kalu kjo edhe në ndalesë. Sepse jetë me qëllim të e bani e gjatë të tillë.